Kur të shfletosh Kuranin dhe të shohësh duat që kanë bërë pejgamberët e Allahut xhaleshanuhu, vish në përfundim se duat e pejgamberëve janë bërë për 3 arsye. E para, dua është bërë për të kërkuar falje për veprimin që është bërë. E dita, dua për të lutur Allahun xhaleshanuhu që veprën që është duke e bërë të qëndrojë e mirë dhe të qëndrohet në veprën që është duke bërë. Dhe e treta, dua që bëhet për të na shpëtuar Allahu xhaleshanuhu në ditën kur do të dalëm para tij dhe për t'i mësuar besimtarët se si duhet ta lutin Allahun xhaleshanuhu. Ka shumë lutje të pejgamberëve të ndryshëm, por unë në këto 3 pika do përmendi të e para, lutja apo duaja që bëhet pas bërjes së një pune që Allahu xhaleshanuhu e ka ndaluar, është lutja e Ademit alayhi salatu wassalam bashkë me shoqen e tij, Havën, kur ata e kafshuan ose e hangrën pemën e ndaluar. Ju drejtuan Allahu xhaleshanuhu menjëherë pas ndodhjes së hangrës së pemës, thanë, na tregon neve Allahu xhaleshanuhu i tregoi Muhammedit alayhi salatu wassalam me Kur'an, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Të di e lutën Allahun, i thanë Zoti jon, ne i bëm dëm vitit tonë. Don shumë me rëndësi duat kur i bëjmë dhe dëmet kur i bëjmë, normat kur ne i shkelim e dëmtojmë veten tonë. Dhe duhet ta di besimtari se kur bën gabimet, kur bën gjunahet, bën për vete. Te Allahu nuk shkon gjunahi, te Allahu nuk dëmtohet Allahu me punët e këqija që i bën robi. Por Allahu se don këtë. Allahu e don që të jetë i mirë dhe Allahu e don kur robi bën shkeljen, i kthehet me dua, me lutje. Ademi alayhis salam pasi hangër pemën e ndaluar, ju drejtua Allahut me këtë, Zoti jon, ne e dëmtuam veten tonë, na fal neve dhe nëse nuk na falish, ne do të jesëm nga të humburit. Nga lutja e Ademit alayhis salatu wassalam, ne mësohemi për çdo herë kur të bëjmë shkelje të normave ose kur të ecim në atë që na ka ndaluar Allahu xhaleshanuhu, ti kërkojmë falje Allahut xhaleshanuhu. Lloji ditë i duave që unë e kam nxjerr nga duat e pejgamberëve ishte duaja e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, që ai lutte Allahun xhaleshanuhu që na mëson ne ta lutim për veten e vetë dhe për pasardhësit e tij. Ibrahimi alayhis salatu wassalam ju drejtua Allahu xhaleshanuhu me këtë dua. Rabbi gja'alni muqima salati wa min dhurrijeti, Rabbena wa taqabbal dua. Zoti im bënë mu prej falësve të namazit. Dhe pasardhësit e mi, bëni që t'jenë në këtë rrugën time ose në faljen e namazit. Zoti im bënëm prej ative që do i pranosh duat, ose na i pranot duat tona. Edhe kjo është një mësim që na mëson neve Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet Ibrahimit alayhis salam se si është lut. Të lutemi për ne në punë të mirë, pa marrë parasysh çfarë pune e mirë është. O Zot, bënëm të fortë që ndrushëm në këtë punë që jam të e bë, por jo sa lemu, edhe pasardhësit e mi bëni që të ndjekin këtë rrugë dhe këtë punë të mirë të vazhdojë te pasardhësit e mi. Dhe lutja e fundit ose forma e lutjes së fundit është lutjen që na mësoi Muhamedi alayhi salatu wassalam, me lutje që të bëjmë te Allahu xhaleshanuhu për me na dhënë të mira në këtë dunja dhe në botën tjetër. Lutja e njohur që ne e këndojmë për çdo herë në lutjet e fundit në namaz, por është lutje që nxjerret nga Kurani. Rabbena atina fid dunya. Zoti jon na jep të mira në këtë dunja. Kjo është lutje. Për të na dhënë të mira Allahu, por është edhe ibadet, ajo që e tham fillim. Ne bëjmë edhe ibadet kur ta lutim Allahun xhaleshanuhu. I kemi ngritur duart ka qielli dhe e bëjmë këtë dua. Kërkojmë te Zoti të na japë të mira në këtë dunjë, por shkruajnë sevat përse ne bëjmë ibadet. Na jep të mira në këtë dunjë, por na jep të mira edhe në botën tjetër. Wa qina adhaban nar. Na largo, mos na e bën të mushme të na kaploj zjarmi i xhenemit. Lutje për botën tjetër ose momentin kur të dalëm para Allahut ose kur të jemi në prag të xhenemit. Për këto të lutemi që Allahu të na mbrojë nga zjarmi i xhenemit dhe vazhdon lutja që na mësoi Muhamedi alayhi salatu wasalam për të lutur për veten, për prindrit tanë dhe për gjithë besimtarët. Rabbena gfirli
Zoti jonë na fal neve, më fal mua, wali walideje, fali edhe prindrit e mi, walil mu'minine, fali gjithë besimtarët. Me lutje dhe me këtë formë, Allahu xhalleshanu na mëson se si ne duhemi mes veti. Dhe me lutje, edhe ibadet, po edhe të bëjmë lutje për gjithë besimtarët. Për kur të na fale? Në ditën kur do të japim llogari. Pra këto ishin, ka shumë lutje të pejgamberëve, po për këtyre lutjeve të pejgamberëve unë i klasifikova në të tre forma. Lutje dhe dua pas shkeljes së normës ose pas bërjes së gabimit, lutje dhe dua për të qëndruar në punën e mirë vetë ne dhe pasardhësit tonë, dhe lutje dhe dua për të qenë të begatshëm, të mirë në këtë dunjë, në botën tjetër, dhe lutje dhe dua për të bërë për neve, familjarët tanë dhe për gjithë besimtarët në ditën kur dalëm para Allahut xhalleshanu.